Dobrodojdovte во уште едно издание на емисијата Вашиот пратеник. Денес ке разговарам со пратеничката Фериде Хаджију. Ке разговараме за политиката, ке разговараме и за животот, но и за тоа што ја натера да влезе во политиката. Добродојдовте во Собраниското ТВ студио. Мир се erdhe на студио на парламент. Мир се оgjeta, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Дипломиран биолог. Имате работено во Институтот за јавно здравство, особено во Департаментот за вирологија, таму бевте микробиологија, активна за време на ковид пандемијата. Сега ве гледаме во пратеничките клупи, ви сега сте представник на народот. Што пресуди за да влезете во политиката? Дали, например, политиката ви интересираше кога бевте средна школка? Atëherë, ashtu si që përmendet edhe ju, për 12 vite me radhë kam punuar në Institutin e Shëndetit Publik, më konkretisht në Departamentin e Mikrobiologjisë, si hulumtuese. Pra puna ime më tepër ka qenë e theksuar në analiza laboratorike, gjë që më ka dhënë një përvojë të thellë dhe të vlefshme në fushën e shëndetit publik. Dhe gjatë viteve të punës time, pra përmes angazhimit të përditshëm, kam dhënë kontributin edhe duke implementuar metodat dhe teknikat më të avancuara të analizave laboratorike në institucion, të cilat I kam përvetësuar nëpërmjet trajnimeve profesionale brenda dhe jashta vendit, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe cilësisë analizave në institut, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe mund të theksoj apo të veçoj periudhën më të vështirë, pra periudhën e pandemisë, virusit COVID-19, ku kam qenë e kyçur drejt për drejt në vijën e parë të betejës në luftën kundër COVID-19 dhe jo vetëm si profesioniste, por si njëra nga ata që kam punuar ditë e natë në kushte të jashtëzakonshme për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Atëherë në ato kohë kam qenë e transferuar në Departamentin e Virusologjisë, ku kam marrë pjesë aktive në proceset e testimit, analizimit dhe identifikimit të rasteve. Domethënë kam dhënë maksimumin nga vetja në përballimin e kësaj krize shëndetësore, dhe normalisht që ishte një periudhë shumë e vështirë dhe sfiduese, pasi që me javë të tëra nuk arrija t'i shoh edhe fëmijët e mi dhe familjarët e mi, sepse punonim deri në orë të vona të natës apo deri në të nesërmen në mëngjes. Por që kjo më dha një ndjenjë të thellë për përgjegjësi dhe përkushtimi ndaj shoqërisë. Dhe pikërisht e gjithë kjo përvojë dhe realiteti, kontakti I përditshëm me realitetin, sfidat e sistemit shëndetësor, si dhe nevoja për të marrë hapa konkrete dhe efikase, pra veprime të shpejta, më shtyu që të kuptoj se për te laboratorit, pra ka nevojë edhe për zëra profesionist në institucionet vendimarrëse. Pra me plot bindje mund të them që kjo më motivoi për të hyrë në politikë, pra ta marrë përsipër si një mision për të sjellë ndryshime të prekshme tek qytetarët, si në shëndetësi, po ashtu edhe në të gjitha fushat tjera në përgjithësi. Dhe sa I përket interesimit për çështje politike gjatë viteve të shkollës së mesme, nuk mund të them që ka qenë shumë I theksuar, pasi që atëherë kam qenë e fokusuar në arsimim, në zhvillimin tim profesional, por që gjithmonë më ka interesuar se si funksionon shteti në të cilin jetoj. Megjithatë, pasi kam mbaruar shkollimin e mesëm, një vit më vonë, kam qenë e kyçur në politikë gjatë një periudhe të zgjedhjeve, dhe aty kam udhëhequr disa aktivitete partijake, por që me përfundimin e zgjedhjeve jam larguar për disa çështje dhe angazhime personale, por me kalimin e
kohës eksperiencën time në institut, pra e kuptova se sa e rëndësishme është politika për jetën e përditshme të qytetarëve dhe u angazhova në mënyrë të organizuar që të kontriboj në zhvillimin e politikave publike përmes angazhimit tim si deputete. Od вашата биография гледаме дека сте родени во Скопје. Сега секој регион во Македонија има свои вредности културолошки, традиции разни. Кога ги почитувате овие традиции и што влијаеше да ги стекнете овие традиции? Дали тоа беше семејството, дали образованието и како ги пренесувате, например, на идните генерации? Atëherë, të gjitha këto që i përmendët luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e një personaliteti, ku këtu do të doja ta veçoja familjen, e cila është shtylla kryesore. Pra edhe unë jam e rritur në një ambient familjar, ku bashkëjetesa, respekti ndërsjell, mirëkuptimi, dashuria, modestia dhe vlerat tradicionale kanë qenë themelet mbi të cilat jam edukuar. Dhe po ashtu jam rritur në një mjedis ku gjithmonë kam mbizotëruar kultura e punës, solidariteti dhe përkushtimi ndaj familjes. Pra të gjitha këto veti më ndihmuan që të jem kjo që jam sot dhe të ndërtoj një karakter të qëndrueshëm dhe të vendosur, dhe normalisht edhe sfidat jetësore, rruga ime profesionale kombinuar me përvojën personale më kanë dhënë një kuptim për rolin që ka ndershmëria, përkushtimi, përgjegjësia, si dhe puna e vazhdueshme në arritjen e qëllimeve të mia, dhe posaçërisht periudha e pandemisë pra më ka formësuar jo vetëm profesionalisht, por edhe si një qytetare e vetëdijshme për nevojat dhe sfidat e komunitetit ton. Dhe normalisht që të gjitha këto përvoja të ndërlidhura njëra me tjetrën kanë ndikuar drejt për drejt në formësimin e karakterit tim, ku këto vlera të cilat i kam trashëguar përpiqem të jetoj çdo ditë dhe t'i transmetoj jo vetëm tek fëmijët e mi, por tek të gjithë brezat e ardhshëm dhe tek të gjithë ata të cilët na ndjekin dhe na shohin si modele publike, pasi që besoj fuqishëm se ne si përfaqësues politik, fillimisht duhet të jemi bartës të vlerave të qëndrueshme, jo me fjalë, por me vepra konkrete. Dhe pra këto vlera të cilat i kam trashëguar, pra luajnë rol në angazhimin tim politik si një vazhdimsi natyrale, pra sepse gjithmonë kam shprehur gatishmërinë time për të shërbyer në të mirën e përbashkët. Дали овие вредности, семени вредности кои сега ги спомнавте, но и искуството, предходното искуство, особено за време на COVID, ви дадоа некоја самодоверба и колку тоа ви помага во работата во собранието, колку тоа ви дава некоја лична самодоверба за како пратеник? Atëherë, natyrisht që përvoja ime e më pashme personale dhe ajo profesionale më ndihmojnë gjatë punës time në kuvent, sepse kam arritur të fitoj njohuri dhe aftësi të rëndësishme, të cilat më kanë mësuar të marrë vendime të bazuara në prova dhe të kem një qasje të kujdesshme dhe të përgjegjshme ndaj çështjeve të cilat prekin qytetarët, dhe normalisht që rutina ime e përditshme ka qenë dinamike edhe para se të filloja punën në kuvent, pra kontakti i përditshëm me njerëzit më ka mësuar se si të punoj apo si të bashkëpunoj dhe të menaxhoj situata të ndryshme, të rëndësishme
ndryshme me maturi, ku sot këto përvoja po i përdor për çdo ditë në kuvend si deputete, pra në përfaqësimin e interesave të qytetarëve dhe në hartimin e politikave më të mira publike. Dhe për mua puna në kuvend nuk është vetëm një detyrë, por është një përgjegjësi e madhe dhe vazhdimësi e angazhimit për jetën e qytetarëve, mirëqenjen e tyre dhe zhvillimin e komunitetit të cilin e kam shërbyer edhe më parë. Членстве на собраниски комисии и делегации, што најчесто дискутирате во тие комисии и за што најчесто се залагате? Atëherë, angazhimi im parlamentar shtrihet në disa delegacione dhe disa komisione, pra trupa punues, nëpërmjet të cilave mundohem që të jap kontributin tim të drejt për drejt në përmirësimin e jetës qytetarëve. Pra fillimisht jam e përqendruar në monitorimin dhe mbrojtjen aktive të drejtave themelore të njeriut, pra zëri i tyre të dëgjohet kur liritë e tyre cënohen, dhe po ashtu jam e angazhuar nëpërmjet Komisionit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në zhvillimin e politikave që synojnë barazi gjinore, pra jam e përkushtuar ndaj çështjeve që lidhen drejt për drejt me fuqizimin e gruas, si dhe mbështes çdo nismë që garanton mundësi të barabarta, rrit sigurinë, pasi që duke pasur parasysh se dhuna ndaj grave në vendin tonë është shumë e përhapur, si dhe nxitjen e pjesëmarrjes grave në pozicionet vendimmarrëse, dhe në ndërkohë jam edhe antare e klubit të deputeteve gra dhe antare dhe zëvendës koordinatore e klubit për deputet të rinj, ku jam në angazhim e sipër për pjesëmarrjen aktive të rinjve në politikë dhe në vendimmarrje, si dhe brenda këtij kuadrit një nga prioritetet tona kryesore është edhe digitalizimi i arsimit të lartë, pra një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sistemit arsimor, dhe edhe pse nuk jam formalisht antare në komisione tjera, pra kam dhënë kontributin tim duke marrë pjesë në debate publike, dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, të cilën nuk mund ta lë anash, do të thotë është angazhimi im në fushën e shëndetësisë, me theks të veçantë, ashtu siç e potencova edhe në pjesën e parë të emisionit, pra rritjen e efikasitetit, qasjes dhe cilësisë shërbimeve shëndetësore, pasi që të gjithë qytetarët meritojnë të kenë shërbime shëndetësore të shpejta, të lehta dhe efikase, dhe normalisht të parandalojmë ikjen apo largimin e mjekëve dhe personelit mjekësor jashtë vendit, por të mundohemi t'ju krijojmë kushte që ata të punojnë, të veprojnë dhe të kontribojnë në vendin e tyre. Ги спомнавте граѓаните и кога сме кај нив, петок е одреден ден за средба со граѓаните. Верувам дека освен петокот вие се слушате, комуницирате со нив и преку неделата. Кои се нивните барења кои ги адресираат до вас? Atëherë, takimi me qytetarët është pjesa thelbësore e punës time, ku edhe pse dita e premte është ditë e caktuar për takim me qytetarët, unë qëndroj gjithmonë e hapur për të dëgjuar kërkesat, shqetësimet, nevojat e banorëve të zonës time zgjedhore, të cilën unë e përfaqësoj dhe jo vetëm. Pra i takoj edhe ditëve të tjera, sepse puna e një përfaqësuesi nuk mund të kufizohet në një ditë vetme. Pra në zonën zgjedhore numër 1, të cilën unë e përfaqësoj,
atëherë qytetarët kanë shprehur më tepër nevoja për mundësi punësimi, ku një gjë që më ka ra në sy këtu është se një numër i konsiderueshëm i grave më kanë kërkuar punësim dhe duke pasur parasysh fushën prej të cilës vi, pra kam has në kërkesa të shumta për shërbime shëndetësore, si dhe shërbime administrative të qasshme në përgjithësi, ku normalisht që jam angazhuar që t'i adresoj këto kërkesa në kohë, por t'ju siguruar qytetarëve pra një zgjidhje reale dhe të qëndrueshme, sepse normalisht që prioriteti im është që çdo qytetar të ndihet i dëgjuar dhe të shohë përmirësime në jetën e përditshme, sepse këto janë ato pra premtime për të cilët edhe jemi zëtuar në fillim të mandatit. Ako napravime sublimat na to što go razgovaramo danas, na koje prašanje ke budete najpovijek posveteni i zašto najpovijek bi sakale da budete zapameteni od građanit? Atëherë, fillimisht këtu do doja të përmend pra ne si përfaqësues politik apo publik, pikë së pari duhet t'i ruajmë vlerat njerëzore të cilët i kemi trashëguar dhe i kemi ndërtuar ndër vite, sepse më e rëndësishmja është që të jesh njeri dhe të mbetesh njeri, sepse politika vlen vetëm atëherë kur udhëhiqet nga përgjegjësia morale dhe kur shërben në të mirën e përbashkët. Ndërsa sa ju përket angazhimeve, nëse qytetarët do të duhet të më mbanin mend për ndonjë angazhim, do doja të jetë angazhimi im i palëkundur në mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut, po ashtu edhe përkushtimi im në fuqizimin e gruas në të gjitha sferat jetësore, si dhe rritjen e pjesëmarrjes aktive të të rinjve në politikë dhe në vendimarrje, pra zëri i tyre jo vetëm të dëgjohet simbolikisht, por të dëgjohet aty ku duhet, sepse rinia është ardhmëria e vendit ton dhe normalisht një nga prioritetet e mia kryesore është shëndetësia, ku mbështes çdo nismë që ka të bëjë me reformimin e sistemit shëndetësor, sepse një shëndetësi cilësore është themeli i një shoqërie të fortë dhe të gjitha këto angazhimet aktuale të cilat i përmenda janë parimi udhëheqës i punës time, të cilave do t'ju qëndroj besnike deri në fund.